Gjykata e Lezhës ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka dërguar për gjykim portugezin Ruben Saraiva, i vënë në akuzë për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulën e Shëngjin. Portugezi do përbahet tashmë në gjykatë për vret penale të vrasjes me dashje për interes dhe armbajtje pa leje. Ne kishim seancën ku prokurori kishte bërë kërkesën për kalimin e çështjes në gjykim. Padyshim që ishte një seancë gjatë sepse edhe dosja është goxha voluminoze. Pasi gjykata dëgjoi palët, dëgjoi prokurorin, mua përfaqësuesin e Ruben Saraivës, u tërheq për vendim dhe vendosi që ta pranoj kërkesën dhe ta kaloj çështjen për gjykim. Pra, ishte seanca ku bëa ai filtrimi i gjithë dosjes ku gjykata e pranoi kërkesën dhe tashmë jemi për gjykim. Nuk është se provat janë pranuar dhe ato janë prova përfundimtare. Ato prova do t'i nështrojnë shqyrtimit gjyqësor në seancën e themelit, pra në gjyqin e themelit, ku do thirren edhe dëshmitarët dhe provat do jenë ato në harmoni me thënjet e dëshmitarëve dhe pastaj do arrijnë në përfundimin gjykata. Por gjithsesi kjo nuk është e marrë a priori që me si kaloj çështja në gjykim, detyrimisht ose ai del fajtor. Por jemi akoma, kjo ishte një fazë që hetimet janë të plota, nuk kam më nevojë për të kryer hetime shtesë kështu me radhë. Unë kërkova pushimin e çështjes sepse nga provat që janë në falsifikim gjyqësor nuk vërtetojnë që Ruben Saraiva të jetë autori i kësaj vrasje. Gjithsesi, kjo do t'i nështrohet hetimit gjyqësor në themel dhe aty do shikojmë pastaj si do vendosi gjykata. Sipas gjykatës, rezulton të ketë prova mjaftueshme për të gjykuar për këto vepra.